Sllaku mund të konsiderohet fare mirë si risia e turizmit shqiptar, një destinacion për të gjitha stinët, pa dyndjet e vizitorëve që ndodh rëndom në mjaft pika turistike. Përpara nesh shtrihet madhështore fusha liçenit, rreth 1300 metra mbi nivelin e detit. Në këto përmasa, që shihen edhe në pamje, me plot gojë mund të konsiderohet fusha më e madhe që ekziston mes Alpeve shqiptare. Dikur punohej si tokë bujësore, ndërsa sot kryesisht ajo shfrytëzohet nga barinjt. Do ishte mirë që në këtë hapësirë të zhvilloheshin aktivitete të ndryshme sportive dhe kulturore, pasi pozicioni gjeografik është mjaft i favorshëm. Shpesh këtu ndodhin dhe gara me motor apo dhe makina për të matur forcën e tyre. Fusha e liçenit është fusha më e madhe në Shqipëri mes Alpeve. Ajo është 3 kilometra e gjatë. Vërtet që bëjmë prova se sa tërheqin makinat, por këtu luhen dhe lojra popullore në kohën e lirë. Është vendi ideal për ndonjë piknik. Ka turistë që shkojnë me çadra, por dhe të tjerë që vendosin kamperat këtu. Më përpara në monizëm u krijua një fshat me rreth 40 shtëpi, kryesisht pas vitit 1970. Fshati kishte banor të ardhur nga Shala e Dugagjinit. Kishin ardhur këtu për të punuar në Cukal, në prerjen e drurve. Ishte koha ku Sllaku kishte mungesa në forcë punëtore dhe u kërkuan nga zonat ngjitur, kryesisht në punët për shfrytëzimin e drurit. Pas viteve 70-90, fusha liçenit u mboll me patate. Kaq të famshme kanë qenë patatet e Sllakut sa banorët tregojnë se një qytetar në Shkodër u arrestua pasi u shpreh: "Jemi ngop me kërtollat e Sllakut e këngët e Lleshpalit", gjë për të cilën thuhet se u dënua me 8 vite burg. Në fakt, patatet e Cukalit apo të Sllakut janë frekuentuar në të gjithë Shkodrën për shijen e tyre mjaft të mirë, por dhe cilësinë. Sot në fushën e liçenit ajo nuk mbyllet më, vetëm ata pak banor që e kultivojnë në pranë shtëpive të tyre. Ka kaq shumë vende për të zbuluar dhe shijuar në Sllak, sa me javë të tëra mund të qëndrojë këtu dhe të mos arrihet të shihje të gjitha. Nëse dikur zona e merrte vëmendjen për lëndët drusore apo gështenjat, sot ai meriton një vëmendje më të madhe për resurset që ofron dhe vendet atraktive, të cilat me patjetër duhen vizituar. Një fakt i rëndësishëm është promovimi i pareshtur që i bën vlerave bukurive të Sllakut, Marki Gjeka me faqen e tij në Facebook Krahina e Sllakut. Posimet e vazhdueshme tregojnë në vende që nuk i kishin parë më parë dhe mjaftunduese, sidomos për vizitorët që njohin mjaft mirë Shqipërinë, por që nuk e kanë eksploruar këtë vend. Dhe kur themi vizitor, nuk kemi parasysh vetëm ata nga veriu. Nga jugu kanë ardhur sot për të zhvilluar një guid nga fusha e liçenit e deri në majën e Cukalit. Bëhet fjalë për një grup në të cilin ndodhet një fjerak, një beratas dhe miq të Shllakas që i shoqërojnë. Sot shërben rrjetet sociale për të siguruar njohjet. Të nduar nga postimet e mrekullueshme të Markut, ata e kanë kontaktuar dhe kanë kërkuar realizimin e një guide, ku pritësit janë treguar bojar dhe ju a kanë ofruar guidën falas. Herë e parë që vinë në zonën e Sllakut, në bishkët e Sllakut, pamja është marnice, është çdo gjë pa fjalë, ngelesh pa fjalë, shumë bukur. Sidomos me pamjen e Alpeve, është mrekulli. Ke gjithë fushën e Shkodrës poshtë, qytetin. Për të eksploruar këto anë, mjafton të kesh një makinë disi të lartë. Por të mendosh që Sllaku, edhe pse të pa asfaltuara, i ka rrugët e brendshme për të lëvizur deri afër majave të maleve. Pra vizitori nuk ka pse ecën gjatë në këmbë. Brenda ditës, ti mund të shohë shumë vende, fal edhe rrjetit të rrugëve këtu. Këto rrugë u hapën që në monizëm, ku bëhej tërheqja e lëndës drusore nga Sllaku. Këtu depërtohet mjaft bukur në lëndinat e fushat e pafundme.
Relievi vërtet është malor, por jo i frikshëm. Në shllak nuk është folur për aksidente rrugore, edhe pse rruga lë për të dëshiruar. Por me pa kujdes ato kanë qenë të deportueshme pas sjell probleme në qarkullim. E teksa ndjekim guidën e miqve tanë, ne përpiqemi të sjellim për teleshikuesit edhe informacione të tjera të vlefshme në lidhje me shllakun, si njësi administrative që para pak vitesh kaloi në varësinë e bashkisë së Vaudejës nga ajo e Shkodrës. Shllaku përbohet nga 7 fshatra dhe në masën 70% ato janë të banueshme. Gjatë verës dalin të gjithë për të punuar tokat apo dhe shfrytzuar resurset për pak pushime. Në fund të fundit shllaku është bjeshka më e afërt për qytetin e Shkodrës. E nëse deri tani keni menduar se razma ka qenë e tillë, gaboheni. Mjafton të përshkoni 13 kilometra rrugë të asfaltuar dhe do të mbërrini në fshatin e parë të shllakut. Pas e lini pas drishtin, fshati i parë i shllakut quhet Ugbibaj. Pas i vjen Vukaj, 21 kilometra larg Shkodrës e me radhë. Është një kurore mahnitshme e gjelbërt këtu. Vështrimi kap gjithë pikat kryesore gjeografike, duke identifikuar majat më të larta, më të bukura dhe më madhështoret në veriun e Shqipërisë. E gjitha mund të shihet si një mushkëri e gjelbërt natyrore, një oksigjen që të rigjeneron qenien tënde. Në shllak numërohen rreth 2000 banor. Kuptohet se kushtet e jetesës, një pjesë e kanë bërë të largohen, kurse një pjesë tjetër e kanë parë jetën e tyre këtu, të lidhur me tokën. Janë familje bujare që din të presin mikun sipas traditave. Je si kur jenë në qiell, nuk jo në male, por se në qiell, është shumë bukur. I ftoj të gjithë që të ndërmarrin këtë udhtim siç e kemi marrë sot, fal Markut, që e falenderojmë në zemra sepse jemi të fiksuar mbas maleve. Drejtijet mes diellit dhe reve krijojnë tonalitetet e magjishme në shpatet e gjelbërta. Shllaku vërtet që ka bukuritë natyrore të tij, por ajo që e dallon janë sipërfaqet e mëdha me gështenja. Teksa e pyesim Mark Gjegën, autorin e këtyre pamjeve, se kush ka gështenja më shumë, palaj në Dukagjin apo në Reç të Malësisë së Madhe, ai shprehet se sot kjo gjë është e verifikueshme dhe përmes digjitalizimit mjafton të shikosh sipërfaqet dhe të kuptosh se shllaku renditet i pari. Deri para pak vitesh këtu vinin kamionët nga Italia dhe furnizoheshin me gështenja. Edhe sot ato janë të shëndetshme dhe nuk janë infektuar nga sëmundjet që po shfaqin gështenjat në vende të tjera të veriut të Shqipërisë. Këtu gështenjat kanë birë në mënyrë natyrale dhe vetëm privatisht kujdesen disa banor. Kjo është rruga plot gjelbërim që të çon në malin e Cukalit. Sa më lart ngjitesh, aq më bukur duket gjithë peizazhi që shtrihet poshtë. Shllaku është i bukur edhe në dimër. Edhe atëherë kur gjethet mungojnë, pelerinë e bardhë të knaj syrin dhe zemër me bukurinë e saj. Shkëmbin këtu të çojnë në legjendat e kreshnikëve, në figurat e zanave dhe orëve të malit. Këtu ndodhemi poshtë majës së Cukalit në afërsi të vendit të quajtur Garramel. Era që fryn pareshton nuk kthehet as pak në një pengesë për udhëtimin tonë. Disa i tremben rrugës së shllakut sepse mendojnë se deportimi nëpër tokë ka vështirësitë e rrugëve në Dukagjin, por jo nuk është as pak e vërtetë. Këtu nuk ka humnera dhe për 50 vite nuk është shënuar asnjë aksident automobilistik. Përtej duket liçeni i Vaudejës. Janë vetëm 13 kilometra që distancojnë kufirin e shllakut nga Shkodra, një distancë jo e largë për tu përshkuar, edhe pse rruga nuk është asfaltuar. Ajo që tërheq në shllak është mënyra se si i kanë ruajtur të forta kullat e tyre. Ka nga ata që dalin çdo verë këtu dhe mundohen të kujdesen për to. Kullat janë një dëshmi
jo vetëm e historisë së këtij vendi, por edhe mënyrës së jetesës, traditave të zonës. Tani këtu jemi tek vendi i quajtur Qafa Erës. Zakonisht këtu mblidhen gjuetarët për të vrarë dhitë e egra që ndodhen në malin e Thepisur përballë. Aty është një qafë që përplasen rrymat e majave të maleve dhe fryn erë gjithmonë. Asnjëherë mos mendoni se Shllaku është vend i braktisur. Thjesht rruga, nëse do asfaltohej, do kishte nxitur dhe mjaft banorë të tjerë të Shllakut që janë larguar përkohësisht të ktheheshin këtu e të rigjallëronin jetën. Në Cukal nuk ka banor, por Qafa Erës shërben si një piknisje për në majën e tij. Kjo është rruga nga Qafa Erës për tek fusha e liçenit dhe ka një kuror të gjelbër fantastike që vende merr formën e një tuneli të gjelbërt nga bimësi e ahut. Disa vizitorë kanë krahasuar atë me tunelin e famshëm të dashurisë që ndodhet në Ukrainë. Monopatet në Shllak janë të shumta. Ato ofrojnë adrenalinë për të gjitha llojet e turizmit, shëtitjeve, ecjeve, biçikletës e të tjerë. Mos prisni vetëm verën për ta vizituar Shllakun, por bëjeni këtë në çdo sin. A nuk të shtohet jeta duke parë këto pamje kaq të magjishme nga kjo pikë kaq e lartë? Burimet ujore janë të pashtershme, po ashtu shpellat, shtigjet të bëjnë që të planifikosh pushime të gjata. Do të rikthehemi sërish te fusha e liçenit. Shllaku e ka aftësinë të bëjë ta duash. Është natyra, por janë edhe njerëzit. Një jehon që vjen nga shekujt, edhe atëherë kur gjërat duken si të pandryshuara, ajo që është më e mira në zemrat e këtyre njerëzve është të përcjellur ndër breza. Ata bëjnë shumë për njëri tjetrin dhe respektojnë të afërmit që sot nuk janë më. Dani. Hajde Mondi, biri topi tani, hajde plase Mondi, hajde Mondi! Mondi! Do të vijojë ngjitja për në majën e malit të Cukalit, ku ndodhen edhe rënojat e kishës së Shëmpalit dhe Shëmpjetrit në lartësinë 1721 metra mbi nivelin e detit. Duke ushtrirë në formën e një kupole, me orientim verilindje jug-perëndim, masivi ka një gjatësi prej 24 kilometrash dhe i gjerësi prej 8 kilometrash dhe është pjesë e zonës tektonike Kras Cukal, i përbërë kryesisht nga gur gëlqeror, mezozoik, flish, paleogjen dhe më pak nga shkëmbi argjilor dhe efuziv. Ai ka një strukturë të rrudhosur, bllokore dhe me luspa, shumë të fragmentuar nga lëvizjet e fuqishme tektonike. Fusha liçenit, një formacion në formë grope që ngrihet në lartësi rreth 1323 metra, shtrihet midis këtyre majave. Masivi është i ndarë thellë nga përrejnë të shumë që burojnë nga qendra e tij dhe derdhen në kirë e drinë, duke krijuar një mjedis të ashpër alpin. Cukali është i mbuluar kryesisht nga pyje, lisi dhe ahu, me praninë e shkureve maki në skajin jugperëndimor. Në skajt e tij ndodhen vendbanimet e banuara të Ranzës, Cukalit, Shllakut, Temalit dhe Dushmanit. Pavarësisht se është pjesë e Alpeve shqiptare, i ndryshon nga majet e tjera të këtij vargmali për shkak të një lartësie më të ulët,
një klimë relativisht më të butë dhe mungesës së kullotave alpine në zonë. Këtu ndodhen në majën e Cukalit, në një prej bijshëve të shllakut, që ndodhet 1721 metër mbi nivelitetit. Kjo është një pikë ku mund shikosh të gjithë zonën, Cukalin, shllakun, të gjithë deri Dugagjinin, gjitha zonat. Kjo është ja Shkodrën, krejt për fare. Nga maja e Cukalit mund të shikosh edhe malin e Dajtit, Shëngjinin, deri bishtin e Pallës që ndodhet në Durrës, si dhe pjesën më të madhe të Dugagjinit dhe Pukës, Palën Mënjan edhe qytetin e Shkodrës. Këtu është një ajër i pastër, është fusha e liçenit, shumë e bukur edhe këtu. Është mirë që të vini, ta vizitoni, që gjithë. Pranë majës së Cukalit do të gjesh një kishë, ndoshta edhe 1000 vjeçare. Kjo kishë ndodhet në lartësinë më të madhe, jo vetëm në mbar trojet shqiptare, por edhe në Ballkan. Çdo vit, 29 nëntori, shënohet si dita e Shëmpalit dhe Shëmpjetrit. Këto rënoja të kësaj kishe qohet mesh dhe gjithmonë grumbullohen besimtar. Këtu janë lloj rënojet e kishës, që është kisha më e lartë në Shqipëri, mbi nivelitetit. Është 1721 metër. Si quhet kisha? Kisha Shpalit e Shpjetrit. Është një ndër kishat më të vjetra. Ndodhemi me Aleksin, që ka ardhur nga Berati për të na vizituar Zonën e shllakut. zonën e shllakut në majën e Cukalit, 1720 metër. Okej. Vini nivelin e ditë. Pra këtu është një pamje panoramike që duket liçeni i Shkodrës, liçeni Vaudejs. Po. Ja, Ulqini duket edhe bishti i Pallës me sa po shikoj. Apo jo? Po. Edhe ajo punë e Vailit, çka ka? Der Velipoja, Po pra grupderja e punës. Shëngjini, krejt me radhë. Edhe këtë domethënë shpallë këtu rreziqet Gjallica apo jo? Munella Gjallica këto. Po, Monella, Po. Monella. Edhe këtë ke si balkon, këtë ke edhe Alpet, ja? Me tash e Po. kanë edhe Alpet. Po. Alpet, Maja e Zerçës, Maja Bigës, malet e Thethit, qafathore, e me radhë. Po Lekbiba është atje pse? Lekbiba ati. Po, shumë avë, ja, si e vogël Shqipëria. Ja. Nuk e rrugëve. Po, hyper shtu, Shqipëria duket shumë e vogël. Ja shumë pamje unike këtu. Po. Edhe kjo fusha poshtë e liçenit Po, shumë e fusha veçantë, liçenit. shumë e veçantë. Shumë. Dhe nga maja e Cukalit, udhëtimi ynë do të vijojë me të tjera bukuri që ofron shllaku. Ai ka dalje të konsiderueshme dhe në liçenin e Vaudejës. Bukuria natyrore e shllakut qëndron edhe tek pjesa ujore e tij. Për fat të keq, fshatra të tilla si Mazreku e të tjerë i kanë kaluar njësisë gurizi me të cilën nuk kanë të përbashkëta në tiparet e traditës dhe kulturës. Darje Qubo para viteve 90. Sot Mazreku, Kroni i Madh, gegajt e shllakut mund të vizitohen edhe nga uji. Peizazhet nga uji janë po aq të bukura sa ato në relieve malore. Me vark do të udhëtosh nga Ragami në njësinë administrative Gurizi, fillon me fshatin Mazrek, Kroni i Madh, Gegaj, Palaj, Gusht. Grupi ynë po bënim itinerarin anasjelltas, pra nga Gushta në Palaj, Gegaj, Mazrek deri në Ragam.
Shpella e Pëllumbave gjendet në gegajn të Shllakut, është e vizituar nga mijëra turistë gjatë gjithë vitit dhe është e vetmja shpellë lundruese edhe brenda. Mund të thuhet edhe si e vetmja lundruese në veri të Shqipërisë. Subjektet private të ndërtuara buzë brigjeve të liçenit në Ragam të ofrojnë lundrime me mjetet e tyre për të vizituar këto vende të magjishme. Okej, në rregull. Okej, mjafton, okej. Këtu janë të Shpella e Pëllumbave, një destinacionet e liçenit Vavdejsit. Shumica e turistave nisen nga Rregami. Është edhe pikë turistike. Kurse pak më lart ishte edhe Shpella e Priftit. Bëhet fjalë që quhet Shpella e Priftit sepse mas pushtimit osman Priftat kanë marrë disa banor të zonës dhe kanë jetuar aty për disa kohë. Na u nisëm nga Komani, Shllaku dhe po shkojmë drejt Rregamit dhe Kalasës Sardës, mesjetare. Jena i fjenë orë të vonë, po gjithsesi udhtimi është shumë i bukur dhe besoj sa shumë është nicë. Të gjitha këto video që u përdorën në realizimin e këtij reportazhi janë filmuar nga operatori Mark Gjeka, i cili po bën të gjitha përpjekjet për ta promovuar zonën duke dokumentuar çdo pëllëm toke të Shllakut. Duhet pranuar se nëse do zhvillimin e një vendi, duhet ta nisësh nga promovimi i tij. Janë shumë vende në trungun shqiptar që pak njihen edhe nga vetë shqiptarët. Prandaj ka ardhur koha të mendojmë më shumë për atë dheun tonë.